Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet i takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm për ati e përkëndime. Mëshira e Allahut Zotit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër dhe për mbi gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu ju falë dhe ju mëshiroj gjithë. E falënderojmë Madhën Zot që na mësoi edhe sot falje, na mësoi agjërinë, na mësoi bamirësinë për njerëzit e tjerë. Pra, pa fund, ta falënderojmë Allahun xhelle xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na ka dhënë, duke na kriju, duke na sjellë në këtë jetë, na mban në këtë jetë, na furnizon, na drejton, dhe në fund fare marrim këtë pjesë të jetës, kalojmë banesat e varrit dhe prejnë një përpara Allahut. Janë të në thënë faza të pa diskutueshme. Pra një fazë pa e kalojmë, do kalojmë atë të banesat e varrit, mas asaj përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Marrën dhe llogaria, atëherë dalën punë, edhe do të shohë se cili se çfarë vlera ka pas namazi, çfarë vlera ka pas agjërimi, çfarë vlera ka pas sadakaja që ju ke bëu mirë njerëzve. Atëherë mra me lëmë një i qaje të më pa e të regu për moshën e re, se sonë dhe tjetër temë kishim, për atë tjetër të vazhdojmë, por vjen një vajzë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emrin Hifa. I thotë ja Rasulullah, më tregon një punë që do të më çojë në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, a je martuar, a je fejuar, jo i thotë. Shumë njerëz kanë ardhur për të më kërkuar, por se kam gjetur fatin tim e rregull, besimtare, e bukur, e pasur, shkaj duhen më për jetë në kësaj bote kredi kishte. Ama të bashkëshortën se kishte gjetë Allah. Thotë, nëse pajtohet, do të propozoj diçka. Burri i parë që të futet nesër në namazin e sabahut për falje, të jetë bashkëshorti jote. Dakord, i thotë. Kështu e la. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkon herë në xhami, edhe po shikon kush do jetë ata që do marrë abdestin do futet i parë në xhami. Edhe një djalosh me emrin Suhejl. Merr abdestin ose vash, ai se ditë që po përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vazhdon namazin, erdhi koha, falet namazin, bën lutjet, e i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të dalim i pak sahabës, sot thot, do të bashkojmë thot një qift. Hifën me Suhejlin. I thot Suhejli, ja Rasulullah, oj të gumë Zotit, unë s'kam kërku për bashkëshortin. S'kam kërku, sepse kushtet e mija, thot, janë shumë vështira. Pasurisë s'kishte lek, shtëpi s'kishte, plaçka s'kishte, vetëm një fuston parë, si që në të fustona dhe që vëdhe, edhe kush i jetë një 3-4 kohë për të hangën, me agjërim e kishtë. Edhe i thotë s'kam kërku, shohët ke vajza që ishtë ati tek safi i grave. O, Suhejl, thotë, shohë se jekës me dhinë. Jekës me dhinë. Edhe hiki të dy bashkë, edhe kjo vajza, ishte vajzë për shpive, jo vajzë, kur erdhe që u takuar ati, tha ne vazhdojmë të bashkohemi bashkë, për bashkëshorte, po unë e kam dhe i shok tjetër. Që të bëjmë të thotë për djalinë? Që të bëjmë të le, shoku dhe në gjithës nëzër, se kështu është, në dhe bjejnë. Hiq dorë dhe shpresaj. E kishte shku dhe mosha dhe kështë 36. Hiq dorë dhe shpresaj, ma mirë pa gjohë. Edhe
I thot kjo vajza, Suhejli, o Suhejli, thot, hajde se i komën gjitha, me shpi, me pasuri, me bukuri, me qka i dohet njeriu, krejt i komën, po si ishte vajza e pasur. Thot, kanë kërku shumë djemë pasur, s'ka qenë rrez, ke qenë rrez të i varke. Ne shofim sot që zakonisht djemë t'i morin vajzët e varka, nëse vajzët nuk i morin djemë të varka. Kur? Ata, ka djemë ata që nuk janë në ato të lukësi që me pasë me shumit të legësën, ajo është flëri. Zblerë, ja, shko me rrugashë. S'kam qëtë bërë. Edhe i thot, o Suhejl, ti ta falenderojsh Zotin, thot, që unë të ashtë për pjesë. Të thënë ishe burë, pasi gjamëgje, pasi zënë, edhe u bone me gjithë të mirësi. Nërsa unë thot ta falenderojsh Zotin që më boni durimtare që më rejti për pjesë. Pasi gjamëgje, edhe shkullë gjamita. Kalan se ishte dhe dy, edhe atë këndrovje. Jo beton të vëtë. Të ne ka zërë për i gambeni së vëtë së. Këndrovje edhe të dy për shkullë gjëne. Se kjo vajza nëse e majtët me një Israel, i kërkoj për i gambeni së vëtë së të trego një punë që do të qojnë gjëne. Edhe me të vërtet, ka i herë, për moshët e rejë, në të pak të vitë 18 vjeç, puna me mirë të e qënë që në është më martu. Martori, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e vënoni martesën, sepse do të boni njerëz të parë dhe e thot, ndash vajzën, ndash djalin.